Disa emra shkruhen në historinë e krimit jo thjesht për aktet e tyre, por për guximin e tyre të pamatur. Në Greqi, ai emri ishte Alket Rizaj, një i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, por një njeri që bota e njohu për një gjë tjetër, aftësinë për t'u arratisur. Historia e Alketit nuk fillon në qelinë e burgut. Ajo fillon në një ditë të vitit 2006, kur së bashku me partnerin e tij, Vasilis Paleokostas, realizuan arratisjen e parë dhe më spektakolaren. Ata u arratisën me helikopter nga burgu i Korydallos. Por ky ishte vetëm fillimi. Pas kapjes, askush nuk besonte se mund të ndodhte sërish, por në vitin 2009, skenariu përsërit. Arratisja e dytë me helikopter, duke u shndërruar në një mit në Greqi dhe një tur për sistemin e sigurisë. Por, në mars të vitit 2013, Alket Rizaj u gjet sërish pas hekurave, tashmë i transferuar në një burg të sigurisë së lartë, atë të Malandrinos. Në qelinë e tij, siguria ishte e blinduar dhe një arratisje tjetër me helikopter dukej një mision i pamundur. Por, Rizaj kishte ndërtuar tashmë reputacionin e tij. Ai nuk do të priste, ai do të provonte të pamundurën, duke ndryshuar skenarin dhe duke e kthyer burgun në një sken pengmarrjeje. Ishte pas ditja e të shtunës së 16 marsit 2013. Në burgun e Malandrinos, gardianët po mbyllnin dhomat. Tensioni brenda mureve ishte i zakonshëm, por këtë herë atmosfera u bë elektrizuar. Në një lëvizje të shpejtë, të organizuar me saktësi, Alket Rizaj së bashku me të paktën 2 bashkëpunëtorë të tjerë kishin marrë nën kontroll një grup gardianësh. Numri ishte konfuz. Në fillim 4, 5, por më pas u konfirmuan 6 punonjës burgu, përfshirë edhe gra. Rizaj kishte mbledhur pengjet në dhomën e rojave prandaljes. Në duart e tij, ai mbante atë që autoritetet besonin se ishte arma e fundit e frikshme, një granatë dore dhe eksploziv C4. Kërkesa ishte një: liri dhe një automjet për t'u larguar, ose do të kishte gjakderdhje. Policia greke dhe forcat speciale rrethuan burgun brenda pak minutave. Snajpera u pozicionuan në muret e jashtme, një mur i blinduar nga jashtë dhe një mur paniku nga brenda. Nëpërmjet telefonit, Rizaj u lidh me gazetarët grek. Ai fliste i vendosur, i ftohtë. Unë po pres, nuk më pëlqet. Do pres derisa t'u bëhet shefi atyre. Të shohim kush do dali i fituar në fund. Më sillni një makinë dhe unë do të liroj pengjet. Ose dali sigurt, ose nën familje do mbushen me lule. «24 orë tension. Negociatat bën çmos, duke e përfshirë dhe avokatin e tij dhe të dashurën, për ta bindur atë që të dorëzohej. Por Rizaj nuk lëkundej. Ai e dinte se pas 2 arratisjeve, ky ishte shansi i tij i fundit. Gjithçka vuri në alarm autoritetet. A do të niste një revoltë masive brenda burgut? A ishte Rizaj vërtet i gatshëm t'i vriste pengjet? Forcat speciale filluan të përgatiteshin për skenarin më të keq, ndërhyrjen me forcë. Ndërkohë, Rizaj dhe bashkëpunëtorët e tij kishin bërë një gabim. Ndonse bën gjithçka për të shkaktuar frikë, ata u lodhën nga 24 orë pa gjumësi dhe tension i lartë. Në momentin që forcat speciale nisën operacionin, duke i rrethuar plotësisht dhe duke hapur zjarr paralajmërues, Rizaj i kuptoi se loja kishte përfunduar.
Rreth orës 19:30 së dielës Alket Rizaj u dorëzua. Fjalët e tij të fundit para se të arrestohej ishin: "Mori fund gjithçka." Ishte pikërisht atë herë kur tensioni u shuha që u zbulua e vërteta shokuese. Eksplozivi i C4 nuk ekzistonte. Granata ishte një bllof i ndërtuar nga një pjesë metalike të një radioje të mbuluar me plastelin. Alket Rizaj kishte përdorur reputacionin e tij më shumë se sa municion real për të terrorizuar burgun. Alket Rizaj u dënua me 10 vite shtesë burgim për pengmarrjen. Për të, ishte një dështim, një tentative e tretë e dështuar për liri, por për publikun dhe për sistemin penitenciar grek, kjo ishte një tjetër provë se sa e brisht ishte siguria. Rasti i tij, së bashku me rastet e arratisjeve me helikopter, shërbeu si një kamban alarmi për Greqinë. Ai dëshmoi se edhe burgjet më të sigurta mund të thyheshin jo vetëm me forcë, por edhe me guxim, strategji dhe siç e zbuluam në Malandrino, me një blof të shkëlqyer. Edhe pse u dorëzua 24 orët e pengmarrjes, me 6 jetë peng, me snajpera të pozicionuar dhe një bombë inekzistente, e konfirmuan Alket Rizajin si një legjendë dhe një nga kriminalët më sfidues të historisë moderne të Ballkanit. Një histori që vazhdon të jetë fshehur pas hekurave të një qelie të sigurisë së lartë. Cili mendoni se ishte motivi i vërtetë i Rizajit? Liria apo dëshira për të sfiduar sistemin? Lini mendimin tuaj në komente.